Ndodh, së bashku do të Po, këqyri. do ta shohim diç. A ka dikush në një koment për Enisin Bekim ose Armend ose me që jemi direkt? Armendi po thotë Armend Zema ja ka një koment shkurtër. Dhe s'ta është tanguce pak, fikrimi është me Kosova me Turqi. Respekt shumë Jon. Faleminderit shumë. Beko? Jo, në rregull, falenderoj. Përshëndetje për Enisin. Një përshëndetje, po të përshëndesim që të gjithë. Po shpresojmë që nesër komshiu yt Vedat Moriqi ta jap në një gol shumë të bukur. Po nuk prish punën edhe këta tjerë nëse japin gola. Absolutisht. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Enis Kervan ishte bashkë me neve në lidhjen e drejt për drejt, edhe natyrisht që me shumë rëndësi është ta kemi edhe opinionin e tij. Edhe solli një emocion shumë të veçantë këtu në studion e Politikës. Kam përshtypje që në këtë përmbyllje do ju pyes se cila është arma e fortë e Kosovës edhe ku është dobësia e Kosovës ose vice versa e Turqisë